Në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë në Korçë u promovua teksti didaktik Smart Kids, një abetare e gjuhës angleze për fëmijët parashkollor me autore Juliana Cyfeku dhe Edlira Xega. Ky botim synon të ndihmojë në mësimin e hershëm të gjuhës angleze përmes metodave bashkëkohore dhe të përshtatura për moshat e vogla. Autorët theksuan veçantinë e këtij teksti, i cili kombinon element vizual, ushtrime praktike dhe metoda interaktive për ta bërë procesin e të nxënit më tërheqës dhe efektiv për fëmijët. Është një libër unik, i cili vjen për grup moshën 5-6 vjeç, i cili është bazuar mbi metodologjinë e psikologut amerikan James Asher, të ndërvepruarit, të mësuarit e gjuhës së huaj përmes ndërveprimit. Është një libër që është bazuar mbi kriteret e shëndosha, pasi ne jemi bazuar në udhëzimet e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Sistemit Parauniversitar, të miratuar nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, duke ndjekur udhëzimet e Kornizës Evropiane të referencave për gjuhët, bazuar në përshkruesit të rinj që kanë shtuar ata me volumin përshkrues të tyre dhe specifikohet vetëm për grup moshën 5-6 vjeç. Ky tekst didaktik vjen si një model bashkëkohor, ku ndërthur elemente didaktike, vizuale dhe interaktive, sjell një shëmbullshmëri ushtrimesh që janë enkas për këtë grup mosh, ushtrime të cilat kanë të bëjnë me vizualizime, me ngjyrosje, të cilat zhvillojnë në këtë mënyrë kreativitetin tek fëmijët. Mund të themi që teksti shoqërohet me 2 manuale, mësuesisht në anglisht edhe në shqip dhe me USB-n, ku ka këngë vjersha të shumta që ta bëjë mësimdhënien e gjuhës angleze sa më argëtuese për këtë grup moshë. Smart Kids shoqërohet gjithashtu me 2 manuale për mësuesit, duke ofruar udhëzime të detajuara për zhvillimin e orëve mësimore dhe mbështetje për procesin pedagogjik.